Përshëndetje gjithëve Po në ndryshoje, episodin e ndryshoje. 15 nuk ka shans. Gëzuar vitin e ri! Gëzuar. E ka nongër e janë knaqër. Ato janë bosit Me shqiptarët e shqiptarët e dhezim, qa Ato thua? tani janë të rrokullis në për krevat dhe duke na parë neve nga telefoni. Lale, ky lloj episodi nuk shihet nga telefoni. Kushdo që është shtrim Në kinema. të çohet mirë, Në të kinema. drejtohet, kollariset. zotin. Po. Dakor se sot nuk kemi vetëm një film, Lale. 75 sa kemi sot. Unë sot, I feel super! Lale, do t'i përmenim një ka një se sot kemi 4 filma. Mirë. Për Jo, kemi 2 filma dhe 2 seriale. Ore, fut e 4 bjerë. personazhe gjithsej. Fut e bjerë. Unë them fillojmë me atë komët më rëndojnë shumë ato. Cili Jam është? brapateje më Cili është shpejt? Filit e Herkuli! E dyta. Fili, tani do flasim edhe për Vegjitën, vlla, nga Dragon Balli. Mos ma bëj Vegjitën ullët se të morë shpirtin. O zoti ma. Dhe kemi Vegeta. dy të funit, Lale. Kemi Ha. të di se ka nga një dasnore. Sidin Death for Good Spirit. Protagonale. Dhe Wake Up to Reality. Të preferume. Madarën, Lale. Madarën. Edhe Madarën një e. tjetër mos ma harro, ka harrove. Kemi shumë të tjera, po kemi këto kryesore, ta Tek kupton. One Piece njërin kështu. Jo. Kemi dhe i tjetër shumë të rëndësishëm, Ha. po të Naruto. Ha. Pain. Po mirë është. Janë Do këto ta të shpjellojmë vogla, në këto tutje. gjëra No sukot. pain, Stop. feel pain. Nuk je për atë punë. Qetësi, Lekët qetësi. muhabet. Sa të tregon të atë Përqendroni. Të prezantojmë direkt të ftumi mos u masim kohë. Besoj e kuptuam tani E kom kush prit është. 2 sezone këtë Prit. moment, Ore. pasha zotin. Dua ta bëj unë, dua ta Jo, bëj unë. jo, Teka çift. Ri mirë. Bule të gëshora. Ri mirë. Kemi të ftuar një artist, një aktor, një dublus, një regjisor, një O vlla na ka bërë Legjenda e dublimeve. Legenda, një Ervin legjenda. Beleri. Mirë se na erdhët. Keni bë një prezantim, bëjnë një me disma, kishte bë një. Po nuk ka shanse mos bëj ty kjo. E kupton Vlla e sa Perëndia i sa të dublimeve. nderuar jemi apo jo, kupton sa të nderuar jemi apo jo. Ishte, Ua, unë mirë se unë erdhe. ndihem shumë i kënaqur, shumë i privilegjuar faktikisht që më dha këtë mundësi që të flasim për këto filma që dublohen, se faktikisht ajo që kam vënë re përveç karrierës sime si aktor, kam vënë re që kam dhe një batalion, brigad, fansash, të cilët tani janë rritur. Po. Sa po thua, Ti ke bre. një Dhe ushtri. vetëm nga dublimet, gjë që unë e vë re, domethënë gradualisht duke kaluar koha, e kam vënë re këtë gjë që duke folur që nga Fili që e përmendë, ose sepse Fili ka qenë Herkuli ka qenë një nga filmat e parë që është dubluar në shqip. Po. Ka qenë mbas Lizës në botën e çuditërave. Po. Te Liza në botën e çuditërave atëherë kishte mungesë sepse nuk ishte hyrë kjo pjesa e dublimeve shumë, edhe ne ishim shumë pak aktor. Po. Dhe unë mbaj mend unë dhe Visi kemi bërë nga 6 personazhe për kokë. Po, Personazhe. për shembull Sa? unë kam tek Liza në botën e çuditërave, megjithëse do flasim për filmin, Po. po te Liza në botën e çuditërave kam 2 ushtarë që flasin me njëri tjetër, nuk merret vesh që jam unë. Ato letra. Uza ato letra, Ka një fjala, 2 letra do. Bravo. Duhet parë dhe Kanë herë. qenë dhe ata 2 të shëndoshët që e keni bë po prap me Po. Me Visin. Visin, po kemi bërë Ke shumë. ke pasaj po prap te Liza, keni pas atë lepurin me atë gëduar jo Lepurin me- ditëlindje. po. Not Në head. të njëjtin film. Kapele Po, bërsi, gjithë. kapele Po bërsi. të siguri kujtoj jo. Po, vlla. duhet parë dhe herë që të ta kuptoj, të kujtohesh. A jeni mirë me shnet? Këtë në pyetja e parë. Shiko, kur të udhëheq pasioni, plago dhe kënaqësia për të bërë atë që ti do, asgjë nuk ndal. Kështu që ishin pikërisht to pika që mua Visin, ne që u morëm me dublime në fillim në shtynin parë, nuk kishte të bënte fare as me anën ekonomike, as me anën e karrierës, se thuti ku do shkosh, çfarë do Po. bëhesh, si do rritesh, por ishte një kënaqësi, ishte një lojë, ëh, sepse në qoftë se punën tënde ti e merr kënaqësinë në formën e një loje, Po. që ti kënaqesh, pastaj arrin bën çuditëra. Nuk të lodha. Po. Jo, Se ndjen s'të atë lodh. llogarit Ajo të lodh, e bën për fare. qef. Të lodh, nuk të lodh absolutisht. Të mendosh që thua. ju jeni një ndër ato të vetmi dublant që keni qenë që nga fillimi i dublimeve dhe deri më sot, që një ndër personazhet e fundit që unë mbaj mend tani
është që keni dubluar të spiun fshehje, Spice in Disguise, Me Florin. Ka me qenë Florin që bënte atë plumin që atë agjenti që transformohet në plumë. Qa perles ajo si film, Unë kam një problem shumë të madh. Ka disa vite që nuk i mbaj mend çka kam bërë. I ke arru fare, i ke bërë një Dhe ju stakim. më thoni ose më thot dikush tjetër më thot, "Ah, sa bukur e ke." Ajo, Më fal, Nuk mund të vjen. dua të them një gjë. Ndërkohë që po shikoja gjithë listën e roleve që keni dubluar, aty më thoshte që keni bërë gjithsej 473 role të ndryshme. 473. Që janë më shumë, është e sigurt se ato rrezik. Se janë edhe nga këto të voglat, janë këto. Janë më shumë. Jo, gjithsej. Këto fjalë 473 personazhe. Janë 24-25 vjet. Ua, 25 vjet karrierë. Madje, mos gabohem, në të njëjtën kohë që u bën dublimet e filmave zatimor nga Studio AA, filloi edhe Topi atëherë. Të dublonte dhe kemi dubluar dhe atje, kemi dubluar, ka qenë një serial 7 gradë. Po kanë qenë dhe këto, pasaj filmat artistik që ju keni dubluar. Edhe ato keni. Harry Potteri këto, Jo, tek ato nuk kam marrë pjesë shumë, me thonë drejtën, por te kjo mbaj mend, domethënë ka qenë 7 gradë që Tan Hoxha, pas Tani Topi, domethënë kishte qejf që ti dublonte, ti bënte shqipe dhe ky ka qenë prodhim shumë i mirë edhe ai faktikisht. Po këto dublimet pastaj këto duket që kanë pasion mrena, kanë Po, nuk e dublon dot. Jepen akoma tani ore, a kupton dublimet nuk ka krahasim. Ky film është ky dhe ai Seiji. Sa herë shikon knaqesh? Janë filmat më të dhënë në Shqipëri. Ore, mundi shikosh 100 milion herë, nuk lodhesh, nuk lodhesh. Me dal kjo në televizore, i kemi lënë gjitha me çfarë. Ja ke kalu dy kështës që Me gjithë shtëpi, ndalojmë Pallati gjithë. që 76. Po. Pardon. Mbaj mend batutat përmend që të gjithë. Po. Ka qenë një impostim që unë se është shumë interesante kur kërkon zërin, kur kërkon personazhin. Domethënë sa herë që vjen puna tek dublimet, kur janë personazhe të tillë ose kur janë filma, domethënë me peshë shumë, ku ka një zhvillim dramaturgjik personazhi, ku zhvillohet në një formë tjetër, ndryshe nga filma, se ne kemi bërë dhe Pem, kemi bërë edhe Re, kemi bërë. Ato si llogarisni fare jo këto. Jo, ato janë, i ke parasysh që janë rolet vogla, episodik, janë për një moshë, kurse kjo është një moshë që nuk ka kufi, domethënë. Po, për çdo lloj moshë, po. Dhe në këto filma ke një farë përgjegjësie shumë herë më të madhe për sa i përket dublimit. Dhe kur vjen puna tek ky personazh, tek Fili, rria dhe mendoja një krijesë satir, gjysmë dhi, gjysmë është përgjithsisht një krijesë e cila është simboli i Dionisit, simboli i Çakërqefit, simboli i harbimit shthurjes, më kupton, është edhe doja të gjeja diçka që mos ishte zëri tamam i pastër, por të ishte diçka e lodhur nga festat e mëdhaja, zëri si të thuash, zëri një pianeci, i ka pasur që flesh. Domethënë ishte kjo ideja për gjetur një aq më tepër, më pëlqeu shumë, është personazh shumë i bukur, personazh tipike. Satirët janë personazhe dualiste, janë personazhe që njerëzit mund t'i shohin edhe si demon të vegjël, por njëkohësisht edhe si njerëz që të ndihmojnë, si krijesa që të ndihmojnë. Edhe ky ka pikërisht atë, prandaj më pëlqen shumë. Po është i lodhur sepse është trajner i cili stërviste heron, por është i zhgënjur dhe është i zhgënjur gjithmonë, ai thotë duket. Dhe prandaj kalon te pija, një mori me se. Dhe tek një mori me sen, të lutem, kalon tek të lutem, lini ti bëj dhuratat të bukura që ti na ke bë, sa ne kemi qenë fëmijë të shoqërojnë deri tash. Kemi dhe ne 2 dhurata për ty sot. 2. Ta di se para herës nga Enzo Attini. Shikoj era të pëlqen apo jo. Shpresojmë shumë të të pëlqej. Shikojmë ta shpresojmë. Faleminderit shumë. Ma tha mua, nuk ja u tha ma tha mua. Do drejt pozicion. Iga e largova regjistrimin nga e para. Ma keni bërë të treja. Shumë e bukur.
Shumë e bukur. Do ta Apo shikojmë jam që mirë. fliun I këtyre. Ta Bravo. pas kam gjetë Ndihmoj, në mër, dem. Po dale më ndihmoj, Do e ndihmoj. Nga ja se e vë. Ndihmoj për djalin. Se do na dash bukur ti për. Po Me që edhe vllai. astikun që tu. Po ja një sekond. Që nga shumë e bukur, ja e vura. Ta Sa bukur e pas kemi jep ti maju këto çka këto. Prit se do e sistemoj. Ato rregullohet ditia do të si. Sistemoj çikse. Më rriga pak e madhe. Jo, ajo e bushet sipas dorës. Okej, bushet. Po. Shtrëngoj pa frikë. Po mos e ke fare, mos e ke fare Shtrëngoj në pa ajë. frikë. Okej. Ashtu. Tash kemi Flori edhe një për tjetër. Florinën. Flori për Florinën. Mashallah, boni more, mashallah. Një super dhuratë speciale. Tani kemi edhe të madhe. Kjo Është nga djali që na ka bë këto bluzët me çenisme. Kemi Unë edhe e për thash ty. ti shkom Ervin Belerin. Edhe Dhe kaq. tha asnjë gjë tjetër s'duvlla. Kaq deshe, vetëm mos djali. fol më, mos Vetëm fol emrin më. tuaj deshe. Deri tash ka godit. Kush është Erioni? Jo, Është Erioni. ja. Okej. A mos i çaj. A mos ti qartë, shikoje herë çfarë ka brenda. Arioni. Aureli. Aureli. Po, ky momenti i unboxing është se edhe për mua Ore, është panik, knaqe, nuk e di çka knaqe. kam rënë. ASMR. Po. Tan. Imagjino që si tjetër mos asaj. Oh, Hudi. Ta shikoj mirë. Oh. Prit me çajin. Ta E ka gëzosh. qarë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. bukur. Ta gëzosh. Ta gëzosh. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit a mos i qartë. Je e godita yes. prapë. Gjithmonë, Shumë gjithmonë faleminderit. perfekt. Godita Shumë prapë. O grupi, na e ka po dhe neve lale. Po. Hape. Tak, Jo. tak. Vini dhe na falësh ta shijojmë Hapi, dhe ne hapi. në 15 episode të bëjmë uni. A më të fatshim, pa që dhëndës. Kape këtu ka sapo. Nuk ka. Ore kështu. gërvishe këtërë. Ua Talibani. gjyra ime preferuar, ore, për Po. zotin. Vino qeke na Meci. Gino nada. Meci. Ma ka bo me zorun. Jo. Po ti. Lale, Jo, se do ty da ka bo me Mesi. Allah. Allah. Pjesën tjetër do i veshim këto. No. s'ka dalë. Kjo Ky është është One Piece edhe ky. Edhe ky është One Piece. po. Ua, qa pele. Shumë faleminderit ama. O, Ka lëmë durët, Do të puz në buz, vlla. Jo, i Po ka edhe për na. qarë. Po edhe Jo, e mirë, po 3 herë kam me të puz, vlla. I ka qarë, i ka Ua, qarë. çfarë detaje, o zot. Ua. E i lumë shëndurët. Lumshin duart. Vini na fal vlla, po ishte edhe për Jo, ne vazhdoni, surprizë. Ishte edhe për ne surprizë. Ore, po, zëri që tu desh të bëje filin, ishte shumë e vështirë, apo e gjete mënyrën ta bëje le, domethënë. Jo. Nuk është se tentova shumë. Nuk e pate shumë vështirë. Jo, se patet vështirë. E morëm më Nuk shumë. e kam pasur shumë vështirë me gjetë zërin, sepse siç ju e thash, mjafton që ti të zbulosh çfarë është, çfarë pozicioni ka në film, çfarë karakteri ka, Me përshtat. edhe ti të mundohesh t'i gjesh diçka. Unë përgjithsisht nuk jam nisur shumë herë ose nuk jam nis fare nga regjistri i zërit që ka pasur Okej. aktori që e ka Pa bërë. nuk është se je bazuar Jo, apo asnjëherë, asnjëherë, sepse ato nuk e arrin dot një. Po, e Edhe vërtet. të duash, e para nuk e arrin dot, e dyta stonon nëse ti përpiqesh të bësh po, ta kopjosh. ta kopjosh. Kështu që unë kam gjetur gjithmonë gjej diçka sigurisht I përshtatet Patjetër. personazhit sepse Mos edhe dalin nga ai që karakteri. Mos dalin nga karakteri, po unë besoj që filit I shkonte ai zëri kështu, ai Ai ka shkonte. shku Është se... një zë jo shumë bas, një zë pak nota Foc. të larta, pak I ngjirur, pak ai pianeci, ai që zot është lodh të jetën me këta. Kështu që Po e kisha një ëndër. Servizaroj më të matë të gjitha kohërave. Arrin dot le të mendosh që është bërë para 25 vjetësh, ë. seriet. Kam qenë shumë I vogël, shumë I vogël. I vogël s'kam qenë, kam qenë rrezik, kam qenë mosha ju. Mosha jon se ai është 50 Fillojmë vjeç. dhe na. Ja Ai është 50 ja vjeç ai. bashti. Unë atëherë Mos kam na qenë bëj diku numra. me 23 vjeç. Po, pas ke 23, qenë. 24 vjeç. Edhe prave pas ke bo zonin si një moshe madhe. Arriti pjesa pa. E pritet. Jo, po dale jo, herë jo, lule jo. bongë. Ta mbyllim këtë filin se do kalojmë te Vegeta. Më bëni pyetje, më bëni. Se pjesa e dytë është Dragon Balli. Ikona që të maj me nxjerr. Po në qoftë se ti do kesh mundësi se ndoshta edhe mos të sforcoj nga Po, më thuaj. fili. Një moment nga fili për ta mbyll
dinjitoze këtë pjesën e parë. Këtë unë i kam stërvitur të gjitha pretendent për ero. Doni vetëm atë pjesën. Po, Ka. çfarë ke shef ti që ke nga Të bile? duash, ose atë, jam bre për ti, më djalë, jam shumë bre për ti. Jam bre për ti, më djalë, jam shumë bre për ti, më rëndoj shumë vëllaqe. Bajmën të gjithë kur i kam stërvitur. Bajmën të zeun, me zeun, fezeun. Deri sa pastaj të mora ty dhe si përfundim, mendoj që ti doja dalësh për djalë. O, çfarë ferle, ju lutem, na duhet të freskohemi. Jo, 5 minuta pushim. Shumë faleminderit. Çuditshme se kisha bën herë. E ke Që qarë. atëherë nuk e kam bën herë. Çuditshme i majtë regjistri. Buke djathtë ke pas, buke Jo djathtë. që gajsoj mas Ai 25 sa e vjet. ke boti atë. O none. Zotin. Okej. Do kthehemi në pjesën e dytë me Dragon Ballin, grupi Merrni kokoska, merrni kokoska shpejt. Shifemi pasaj. Shadow Clone. U kthym pjesën e E sa dytë. bukur që ke. Kapici, kapici. Sa bukur që ke. Kasapo, kapici, kasapo. Tërgoj e isin të kao. Taka, taka. Taka, thot. Shive. O, brazer, ke sharmin ati njeriu, por nuk e bote dot njëri tjetër veçinë për veçinë. Veçinë vetëm ti mund ta bëje për Jo, zot. edhe mund ta bënin, edhe mund ta bënin. E. Jam i sigurt që shiko. Janë role që janë bërë me dashuri, por nuk është se unë jam i vetmi që mund ta kisha bërë atë. Mund ta kisha bërë kushdo, mendoj unë, që do kishte përkushtimin edhe pasionin, dëshirën edhe qefin për ta bërë. Dhe është një gjë që kur fillon mësohesh me atë, nuk dua ti ul vlerat vetes time. Po dua të tregoj modest që kur Sa fillon modest që zëri jeni. pastaj edhe mësohet. Dhe ti Patjetër. thua që për shembull mund të mos ishte vini, mund të ishte dikush tjetër. Plagu si e ke boti se ka bë asnjëri. Pikërisht pra Na kjo jesh është. mësu veshje. Po është mësuar dhe veshje, është edhe, më kupton, është një Po e ke lidhur shumë edhe me zërin që ka në Amerikë për shembull, në Japoni. Amerikë se Dublimet di. e tjera Në Amerikë, po. origjinale Në anglisht nuk i- është shumë afër zëri jota, Jo, kupton? e parë E ka po mirë. shumë afër. Shumë, madje mos them identik. ne kur unë gjithmonë e kam dubluar nga japonishtja. Nga japonistja. Nice. Po, dhe nga japonishtja ka një problem të vogël, sepse sinkroni nuk vjen si në shqip. Ata i kanë sintaksën komplet ndryshe. Po, Po. Sintaksën e kam për shembull që emrin e thon fund. po. Po. Kupton, nuk thon për shembull Arlin do e marrësh do ta pish ti këtë, po thon. Merr Këtë pjesë ta të pish do tjerë. ti Arlin, flasin si Master Yoda. Po, si po. Domethënë është sintaksa, domethënë Sintaksa e tjes. dhe ti nuk e kap dot aq më tepër që japonishtja pastaj është Kanë shumë e vështirë, Shumë e nuk ka vështirë. lidhje me Alfabete, gjuhët katër. këto gjuhët që kemi ne Nuk ka indo-europiane. lidhje, këto. po. Edhe shumë e vështirë për gjetur edhe përgjithsisht. Nuk e di sa episode kemi bëna. Po unë di që kam dublu gati 15 vjet Vegitën. Po, Po, pra, Vegeta ne ka- po them, Dragon do Balli ka llogaritë pak 300 një episode, person ta bëjë të dikush tjetër. Domethënë Vegeta ka 15 filluar në vjet. 2002-shin Po, deri dhe Derisa unë mbaroi kam bërë Që tash e fundit, Po, që- e fundi fare ka qenë, nuk e di. Super, kjo versioni që ka Super. qenë turnamenti. po e kanë bërë shqip. Po, është bërë dublimin? turnamenti Ah. shqip. Është bërë Fix fare, turnamenti Ka shqip. qenë një 10 seri duket. Mos gaboj, ka qenë Po, shkurtër. po ti nuk i shikon, Jo, jo, domethënë nuk e ditë. ke A pas ke pa bërë Dragon ka Ball bërë Diamond. Ka bërë Diamond. Jo, Diamond. Diamond. Se ke pa, Diamond një sekond. Unë jo. Në Se ke poshe, pa vet? Jo, jo. Po në moshën kur fillova unë që isha 23-24 vjeç, nuk e shifja. Nuk shija filma vizatimor. Nuk, domethënë, nuk kisha aq kohë në shtëpi sa t'ulesh para Po. televizorit dhe shikoja Dragon Ball. Po. Pastaj isha e mosha, po flasim në ato vite, ti ishe 23-24 vjeç, e kishe mene për tjera gjona, domethënë, Patjetër. nuk kishe do të ulesh aty. Por dhe kur i kam dubluar asnjëherë nuk e di se si ka vazhduar historia. Përveç një fakti që sigurisht mbas shumë dublimesh ti e kupton bazë dialogut që ky personazhi është ky, pastaj bën këtë, pastaj futet ky, pastaj është, domethënë aty kupton kush është Goku, kush është Vegeta, kush është Piccolo, kush është Trunksi, kush është çuni tjetër, si e ka i Gohani. Gohan edhe Goten. kush është Bulma, domethënë Po, ti po, kupton po. ti kupton ato marrëdhëniet që kanë me njëri tjetrin. Por unë dua të them një episod. Okej. Të lutem. Se nuk të bëj dot pyetje, Të valla. lutem vetëm fol. Nuk e di në fundin e kujt Ja, isa- sage ka qenë, Okej. nuk e di në fundin e kujt sage, por ka qenë
një pjesë ku Vegeta sakrifikohet për djalin e vet. Aty doli fiks, aty ka dalë. Edhe Me Majin Buu. me Majin Buu dhe vdes. Që shpërthen veten. Dhe ka një monolog. Ka Fantastik. një monolog aty që kur e ka marrën tekstin thosh ç'është ky monolog, apo ky si monolog teatri. Po, Ku i jep fjalimin e i jep fundit. këshillat edhe Po, gjitha. Tranksit. Ai është një monolog që unë për hir të vërtetës, edhe sot kur e kujtoj, nuk jam mbaj mend fjalët, por mbaj mend emocionin që kam përjetuar atëherë. Dhe më kanë dalë lot në fund fare kur e kam bërë. Dhe thash pastaj si ka mundësi ata Ta të shikosh. prekesh kaq shumë, domethënë nga një personazh i një filmi zatimor. Aty e kuptova pastaj. Aty e kuptova se çfarë efekti kishte tek brezat e rinj dhe plus pastaj që kur flisni me njerëz të cilët jetonin jashtë, ata e ndiqnin familjarisht. Po, Ata e kishin familjarisht dhe njihnin domethënë kush ishte Dragon Balli, çfarë Dragon Balli është fenomen global. Fenomen global, unë nuk e dija. Në fakt kemi treshën e madhe nga serialet tani. Dragon Ball, Naruto dhe One Piece. Të tre këta janë, ose që njohim në Shqipëri, Piratët e Vegjël. Është i njëjti krijuesi i ka bërë këta? Jo. Tre koka. Tre gjeni. Tre musketierë. Nuk e di domethënë. Tamam tre musketierët. Por unë domethënë të pyes. Kuriozitet, a lidh me atë që po thosha, Vegeta është personazhi i dytë, domethënë mas Gokut, që ka monologjet më shumë tek Dragon Balli. Dhe zakonisht janë kështu për veturrëtjen, domethënë një lloj kështu me veten që pse nuk jam unë mjaftueshëm. Vegeta po shumë monologje ka pas Vegeta. Ma bëj pyetjen. Pyetja ime është, me aq sa ke kuptuar, e ke arritur personazhin, mendon se ai është një heroj dështuar apo një antagonist i lënë në njan? Jo. Për mua Vegeta me aq sa kam dubluar dhe me aq sa e njoh si personazh, e para njerë, jo se e kam bërë, por për mua është personazhi më i bukur i Dragon Ballit. Jo, këtë e them sigurisht. Jo, di dhe ta arsyetoj. Është i vetmi personazh në sagën e Dragon Ballit që tregon në të vërtetë dhe është përfaqësuesi më i denj i natyrës njerëzore me luftrat dhe betejat që ka me veten e vet. Të tipit a ja vlej unë për këtë, a e bëj dot unë këtë, xhelozit, urrëtitjen, ndryshimin, atë shpirtin e madh që tregon nganjëherë në momente të caktuara, dashurinë për familjen, për atë krenarin nganjëherë dhe tepruar që e çon të bëj budalliqe. Dhe unë kam qenë përgjithsisht unë dhe si Vin, jam për sa i përket karrierës time aktoriale, nuk i kam dashur heroin. Po, është vërtet, i ke bërë gjithmonë personazhet negativ. Unë jam i tërhequr gjithmonë nga anti-heroi, sepse në të vërtet njeriu brenda vetes tij nuk është kurrë një hero, është një anti-hero. Sepse dhe ai, po flasim heroin të tipit që shpëtojnë jetë njerëzish ose kështu, diku e kanë bërë një dëm. Patjetër. Diku kanë bërë një gjë që ti nuk e njeh. Po. Por ti njeh atë pjesën ku ai është bërë hero. Por faktikisht ai mund të jetë ndarë me gruan, mund të ketë dhunu gruan dikur. Mund të ketë, ku di unë, mund të ketë bërë një krim tjetër, mund të ketë bërë një gjë tjetër. Më kupton sepse është natyra njerëzore që ecin midis të mirës dhe të keqes, E rëndësishme është për ne se sa të fuqishëm jemi moralisht dhe pastaj kulturalisht që ta shtypim atë të keqen dhe të mundohemi të bëjmë mirë. E kemi ne të edukuar dhe të mësuar nga familja, nga kombi, nga gjua, nga gjithçka që na rrethon, jemi ne të dhënë mbas të marrës së më të mirës nga jeta dhe për ta reflektuar këtë të mirë, apo neve kërkojmë mjete të thjeshta dhe mjete të cilat janë më të shkurtra, më të kollajta, më të thjeshta, por gjithmonë dëmtojnë dikë dhe bëjnë keq. Kjo është gjithmonë dilema që kanë personazhet. Dhe prandaj personazhi i Vegetës është pikërisht i tillë që është ai që nganjëherë kërkon rrugë të thjeshta, por që duke i bërë dëm të tjerëve. Dhe pastaj kur kërkon rrugë të gjata, neve themi, dhe pikërisht prandaj ishte edhe ai monologu që ishte, sepse monologu i një babai që jep këshillat një djali, kupton, jep premtimet e tija, dhe ndërkohë po vetë sakrifikohet. Po ta marrësh Vegetën vetëm në atë monolog dhe t'ia tregosh dikujt, ai e pande hero. Po ky është heroi. Po. Sepse kështu është.
Kjo është jeta. Në episodet ne I shohim njerëzit në episodet ndryshme. Po. Unë ju shoh juve duke qeshur. Po. Sot ju njoha, ju takova duke qeshur. Por ju mund të keni qenë duke qajt para një ore. Po. Kjo nuk do të thotë se ju jeni të qeshur gjithmonë. Kështu Është që, vërtet. Prandaj Por- më pëlqen. Vegeta është personazh shumë I veçantë, do thoja unë. Nuk është pëlqyer fare nga autori, ai që e ka krijuar. Më pëlqen shumë që nuk është pëlqyer. Dhe do të tregoj një episod tjetër për sa I përket kësaj pjese. Më Por bëj pyetje. ka një zhvillim shumë të madh të personalitetit të vet. Asnjëherë domethënë nuk u bë ka plotësisht I ndryshuar shumë. mirë, por filloi të kuptonte rëndësinë e familjes, rëndësinë e të sakrifikuarit të vetes për njerëzit e dashur. Madje unë mbaj mend një skenë, ka qenë te filmi me kur shfaq për herë të parë Birus. Po, që I Zoti godet shkatrimi. Bulman, që Bravo. momenti që godet Bulman, Para asaj, që para nxehet. asaj që nxehet Birusi me Që mazhëmbun, fillon kërcen aty. që fillon dhe kërcen që ta Ma mirë, Ka shpërqendrojnë. drejtë, është zhvilluar shumë si personazh, është zhvilluar shumë. Dhe edhe. momenti pastaj kur ai godet Bulman, që ai vërtet më të madhe ti godite Bulman time. Ajo shumë perle, shumë perle. Jam pikërisht për ato momente. Edhe ai që tha të Prandaj mira, unë them dashuruar. unë që nuk mos gaboj zërin e Gokut në origjinal jam Julian ka bërë një Salameti. femër. Jo, Po, e ka bërë një, e ka bërë një origjinal, po. Është femër, Po. Shumica Ajo rasteve japoneze ashtu ka e bërë. dublon ata. Edhe Luffy, Edhe po te edhe Luffy, edhe Naruto, Naruto. Kam parë në rrjetet Robert, sociale kur dalin Po, nga një po, kështu. po, po. do e thoje diçka. që Po, ta do të ndërpret. thoya diçka për sa I përket që nuk e donte autori. Është e njëjta gjë, për shembull, unë kam luajtur kur më erdhi Julieta, kam luajtur Merkutin dhe kur më erdhi oferta, I thash regjisorit që unë edhe Romeo po të më japësh, unë nuk e luaj, nuk e dua. Nuk më kam pëlqyer gjithmonë. Do asnjëherë këto personazhet janë gjithmonë qendër vëmendje sepse janë heronj. Dhe Merkuti vritet në aktin e tretë. Romeo Julieta është me 5 akte. Dhe kur kërkova dhe po lexoja, po bëja kërkime për personazhin, e kuptova që Shakespeare nuk e donte Merkutin. Dhe kur e kishim pyetur Shakespearein se pse e vrave personazhin më të bukur të veprës, në aktin e tretë tha e vrava sepse nëse nuk do e vriste, do vriste ai mua dhe do vriste veprën. Kështu që kam përshtypjen ky lloj approachi ose Po. si thosh bashkëngjitje duhet të ketë edhe Vegeta, Po po, edhe Vegeta. Vegetën e ka vrarë kush e di se sa herë Toriyama, po prapë është kthyer. Kishte Është potencial. se nuk bëhesh Dragon Nuk Balli bëhet dot, Vegeta. Vegetën Nuk, harroje. Nuk Tashi, që mos trim e di që ke shumë pyetje Jo, për nuk- Vegetën, nuk se arrim do ta 3 ndroja. ditë këtu, por atë punë më vini këtu dhe s'marroj. Ta gjeni më. Unë do desha shumë tek Madara, te Naruto. Te Naruto e mban se Madara dhe Penny nuk e di sa mund t'i mbash dot mend. monologjet që ka pas I Madara. mbajmë Madara Nuk e është kam ai këtu me Madara. atë syrin Bravo. Bravo, ai flokgjati. flokgjati. me të zezë. Ai flokgjati që Flokgjati, ndeshet ja, me ai të që ka- Do ta kemi këtu. Tashi sa vjen mos gaboj. Ky është momenti. Ja. Doli Bobi. Jepi pak përpara, të lutem. Ja. Ja. Edhe Ah, pak, edhe mo. pak, edhe pak, edhe E, pak. mo. edhe Po pak. këtu me fasho, po. Jo, 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 me jo ti më fasho. Është ky që ndeshet me të Ecë tani tërë, del. me të Ja. tërë Ja, ata ky ninja. është. Ah, Ja, po ky. ky po. Karakteri monolog. më i Duket se mirë. kam pasur një shiko, nuk ka unë nuk kam dubluar shumë sa që kam dubluar në Dragon Ball kjo. Patjetër. Po, Patjetër. Po s'ka dalë aq shumë ky, ka Jo, dalë shumë pak. Naruto ka dalë të gjithë Veç- si pudrin. Po. Te Naruto, Po, Madara ka dalë të gjithë si Jo, pudrin. veç te lufta e fundit ka dalë. Fragmente. Madara dhe derisa në Pain fund kanë doli një përfundimi. ndryshim shumë të vogël në Z. Po. Paini mos gaboj nuk e Ai ka flok- zërin e veshur, Jo, ka të hapur, e ka, do të thënë, flet pak Po. është Flet pak më qetë. pas, është më qetë, është më, do të thënë ti duhet dëgjosh se çfarë po them, sepse do të thënë doja ta bëja Painin në pak më me këmbë kurse Madara më duket ka pasur zgjohu me sa realitet. vite ka. Ti flet. Aksidentalisht apo realizova personazhin. O vlla, ti flet E lujti normal. bisët, e lujti bisët. E luajta ai çike, luajta ai çike. Ora imagjino çfarë të mëjes ky. Ah, u lodhe. Na fa. Almighty push. Po, nuk e di pse, po gjithmonë Naruto më zhduk si film për pak më të rritur se sa Dragon Ball. Nuk e di. Po, Edhe kur e dubloja, kishte skena shumë komplekse, Po, shumë dramatike. shumë dramatike, shumë filozofike se Po, sa Dragon po, Ball. është e vërtet. Për i vërtetë se Dragon Balli ka dhe shumë. Po ka vetëm Ka luftë dhe kështu. ka dhe ujëra më shumë se sa Po.
Naruto, kurse Naruto është shumë i përqendruar, shumë Jo, edhe autori vetë e ka mbyll, pra ka bërë një 700 seri, domethënë, dhe aq është mbyllur Po, 700 totali. episode. Pra nëse Dragon Balli ka vazhdu me vite, vazhdon ka akoma. mbi Dhe nuk 40 është vjet se që ka- vazhdon, One Piece po vazhdon. Naruto vlla thaj, unë kaq që dhash mesazhin, urdhoni. Po ajo që më bën përshtypje është që këta për mendimin tim të gjitha filma kanë dështuar kur i kanë munduar të bëjnë film artistik. Po. Për shembull pash kjo Dragon Ball nuk shifet një herë. Jo, ajo Dhe është edhe skandaloze. Dragon Ballit jo. Nuk Skandaloze. shifen edhe po të më japin një herë që më thon hajde ta dublosh, nuk i them jo, nuk e dublosh. Jo, më burë e kam po skandal. Pash One Piece-in, Që e kanë bërë Netflix, ajo është e bukur, mua më pëlqen ajo. E kanë bërë lezetshëm. Ja, smus. shiko, këto janë manga të cilën domethënë është diferenca midis një libri dhe një filmi. Po, Ti kur e lexon një libër, ti futesh në fantazi. po. Dhe këto e kanë fantazinë e shfrenuar. Më thuaj ti mua domethënë tek ajo pjesa, si do e shpjegosh jo tymin, po ishte një pjesë më përpara që kishte ca si pika uji në Po. ajër. Po. Domethënë ajo të lejon ty që ti të futesh në fantazinë e mangës. Po, fantazosh. Kurse kur fillon ta bësh film artistik dhe ti e sjell në Botë reale. në botë reale, Ajo e humbet vlerën. E humbet Atë vlerën, detaj, është është njësoj si problem. libri me. Është Kështu që problem. mangat e kanë vlerën kështu dhe mangat janë një vlerë shumë e madhe për sa i Po. përket. Dikur i kam pas thënë comic strip. Po. Comics, unë kam pas shumë qef i vogël comics. Edhe kisha libra. Po. Kur patën ardhur që se ju nuk e dini, se nuk keni qenë atëherë. Asë kishim planifikur. Por kur u ndrua sistemi në Shqipëri, unë isha diku 13-14 vjeç, edhe erdhën të ndihmat për 8 vjeçaret, për shkollat 8 vjeçare, erdhën ndihma nga jashtë. Dhe brenda kishin dhe libra, atlete, pantallona, hoodie, bluza që ne na dukeshin çuditshme. Po kishte edhe libra. Dhe mua më ran dorë comic strip dhe aty u dashurova me këto comics. Kam lexuar në italisht sepse unë dija italisht, kisha mësuar italisht. Një kështu comic strip italisht për një hero indian në luftë me xhuberose që ishin anglezët për të mbrojtur, pastaj u bë me kolonët amerikanë, domethënë aq shumë u përfshiva tek ajo sa thoja që kështu që manga ka ditur vlerë. Vetës. Ore zanafilla e dublimit vinit, a kuptoni, nga ardhur nga kutit që vinin. O vlla, po janë, çiko librat e Lidha japin libra. ato fantazinë vlla. Po, librat. Do sot pjesa e librit është shuajtur fare në Tani akademi, në përdorin akademi të kështu, arteve për fatkeqësi. shembull kur mbarojmë ne aty vlla, treqeriku nuk din të lexon një libër, Po, nuk ka lexuar po, libër. po, lexojnë keq. Është fatkeqësi shumë e madhe të mos, domethënë të mos lexohen libra kur fundja ti ke edhe alternativat librit, për shembull Kindle është një alternativë shumë e mirë. Shumë e mirë. Dhe mund ta marrësh kudo, më kupton? Megjithatë unë jam Fancy munduar letras, librin valla. tek fleta. Ajo është satisfaksion. Ose kur je i shtri që nuk di si ta Po, mbash. ka Ajo gjëja, drama ajo vete, drita, drama ajo vete. këndi. Ai është një proces në vete i të E lexuar sira, librin. bie, Jo, të bie këtu, nuk i lexove Nuk e shoh këtë dot. dritën. Domethënë ajo është proces e gjitha e Shumë e lexuar bukur. librin, era, aroma që ka. Roma diçka. librit të E, shpejt. Edhe është fatkeqësi e madhe që ka humbur. Pikërisht nga këto, nga rrjetet sociale. Është e Rrjetet vërtet. sociale e kanë Është e bërë vërtet. tani. E i kanë Po vetë rrjetet lehtë. Të sociale. pyes diçka. Për shembull për Madarën dhe Penin, po i përmbledh të dy normalisht. Sa e vështirë ka qenë për shtatja në fillim? O dhe një gjë tjetër, atë kanë pëlqyer si personazhe këta. Se dy antagonistë shumë pikë të... Ndërmjet- Se janë pothuajse të ngjashëm në ca pika. Nuk i kam njohur aq sa Dragon Balli, Po. sa Vegeta. Kështu që nuk mund të them i kam dashur apo si kam dashur. Kanë qenë episodik. Nuk kisha atë si thosh dashurinë e madhe ose padurimin për të parë se çfarë do ndodhte si te Vegeta për shembull. Dhe erdhi puna kur ke Vegeta për shembull dublimet e fundit që janë bërë të Vegetës. Unë kam folë me djalin e studios se më kështu, çka kanë ndodhur, kush ç'a po bën vaki domethënë. Filmin. Ku janë domethënë sepse isha kurioz ta dija domethënë. Edhe kurse ke Madara dhe ke këto nuk e kam patur domethënë. Nuk e qenë aq i lidhur. Nuk kam qenë kaq i lidhur, nuk kam qenë kaq i lidhur. Po nga ana vokale ka qenë e vështirë domethënë të mundonte ndopak. Jo, Se nuk- Madara ka pasur më nuk- shumë zë fyti me çfarë unë e mbaj mend. Po, ka që pasur të- një zë fyti. Prandaj them, ka qenë pak i ngjashëm me Vegeta. Po Vegeta ka pasur më të fortë, më
Kurse Madara ka pasur Madara ka qenë më pas. Ti e bën kështu si loja, kupton, po që ne na jep pak goditje me këta, kupton, e bën kështu si padash. Oh no. Mua nga bërë çudi, pash një reels para ca kohësh. S'ka gjë se Ka do dalë një shohësh trend tot që tani. thonë I'm a voice actor and I do this. I'm a voice actor and I do this. Ishte një djalë. Ishte një e flok gjata. Aha. Një bjond mos E gaboj. më ka qenë te këto. Dublime tona po thua apo Jo, t'jashme, po ta flas ishte në këto Jimmy Fallon, Okay. Jimmy Po. Kimmel, nuk e di një nga këta, bënte zërin, ai ishte i frikshëm. Është një që bën një zë si robotik. Oh, Ai Ai me di flok për gjata këtë. është një djalë. oh, po. Ai është Siç kishte një. Wow. Ai Si sigurisht robotik ka Shumë fut fort. në impiant. Bënte një po, personazh që po. ishte kështu ke si Doom, si kështu si skelet ishte. Stranger Things. E mirë ai, Wow. se Stranger di. Things, po, atje është. Bravo. E di edhe unë e kam Te para Stranger Things. Unë nuk e dija që kishte bërë, sa ai duket Mendon si me zë i me programuar me kompjuter. Patjetër. Mendon me kompjuter. Patjetër. E, futemi si tani edhe te One Piece jo burse. Ha, mirë, E ha. lam te One Piece, Ha, te One Piece, ose te du piratët One e Piece. vegjël më sakt. Keni dubluar Frankin. Franky ishte një personazh. Super! Ti e ke pas të lehtë ata, e ke pas. Ai ka qenë një shkrirje midis Filit Po. dhe Vegetës dhe ku ndi unë, Kung Fu Pandës. Po. Që ke bërë dhe ponë aty Edhe personazhi. edhe pon, edhe ka Po, qenë no një njerëz. sepse ai ishte personazh që unë thua, "More, si mund të shkruaj njeriu një personazh idiot komplet." Ai ka Një ta vesh. karagjoz, një domethënë Nuk e di. sikur ka shkri stresin e vet Po. ai shqiptari, do ta fuzë këtë personazh dhe më duhet aty. Këmbët si shkop aty kaq krau. Domethënë me gjunte me grushta me. Po. Do ish ka qenë shumë personazh, ka qenë shumë tekanjos. Të knaq ai. bro. Qenë shumë tekanjos, ka qenë shumë po dhe hero, domethënë në sensin që prekesh shumë, qante preke, maksimum qa- gjitha e Barote madhe. për kola. Po, ishte si një fëmijë i parritur, domethënë me trupin e madh. Edhe mua më pëlqente Frank, ja. A e mban mend skenën se si hyri ky te ekuipazi, si e bindën ty te ekuipazi, e mban mend? E di që e kam dubluar. E di që ke dubluar të zëriotës. Episodin, jo, mbaj mend episodin e rekrutimit. Ishte ajo goca që e detyroi që të futese në ekuipazh, e mban mend si e bëri apo se mban mend fare? Mo më duket ishim mbathjet. Jo që mbathjet edhe se ç'a bëri ajo, se s'do ta them tani. Jo, nuk e Ashtu se them. mamën për vete? Po Ashtu jam mbushën mendjen Frankit futet. Po pra, hoqën atë edhe bëri një kështu ajo, një shtrëngim. të po. I tha do futes tani, tha. Tashi të futet. Ika. Çfarë? Po ka shef kë ekuipazh. E bëmi xhiro. Po mirë. Mos gaboj, Ania ka qenë e vetja. Po, Po, ndërtoi ky. Ndërtoi më pas. Në dietë ndërtoi Se vetë më falni se Franki. ju e njihni linjën, po unë nuk e njoh shumë mirë linjën. Më mos e vit në një. Po se vit me një, e mbushim natë Kështu që, pjesën për të do vazhdojmë. të Unë Unë jam me ty te Naruto dhe Dragon Ballit. Faleminderit që je, flasin kupton. këta. Po, kishte bërë dhe ponë, se u tha se Po, ta te Kung Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, Kung ë? Fu Panda, edhe Kung Fu Panda ka qenë një, nuk e di mua më ka pëlqyer jashtë masë shumë. Po, ajo se është- Kung Fu Panda ka bërë Jack Black që për mua është fantastik në atë gjë që bën. Por nuk e di, ka qenë një nga personazhet që unë e kam dashuruar më shumë, ai Kung Fu Panda. Se ke trashur kësaj radhe e ke bërë më të Jo, hollë. ai ishte, jo, kam bërë pothuajse zërin tim, jam, Po. domethënë jam Po. në zërin tim aty, jam vini, ke parasysh që Po. flet, që bën këto. Njëshi është ikonik i me ato shaka që ke bërë ato. E di Skadush. Ata e mbaj më ndërgjë. Skadush. E di që s'kem kujtoj momentin kur këto 4 furishmit, 5 furishmit po bëshin këto. Jo, të lutem. Tallin. Le. Unë nuk e di Do nëse më thuash vetëm këtë batutën me zërin e postë, të lutem. Është ai momenti ke parasysh që bën sparkatën që është duke ngrënë biskotat e majmunit, i thot të lutem mos i thuaj majmunit. Se mbaj më. Është Kë mban mend kur ajo e stërvis pjesa? fuja. Është duke ngrënë ato Mos biskotat. më vini sikletë, se nuk. Mirë, okay, s'ka problem. Sa e hoqëm. Jo. E hoqëm. Jo, po ta dëgjoj, e riprodhoj. Po problemi është që nuk mbaj mend batutën, nuk e mbaj. Jo, vetëm këtë është, të lutem mos i thuaj majmunit. Të lutem, mos i thuaj majmunit. Original, është original. Okej. Zëriotja, që ka zëriot, e pas ke letë fare. Si kur e ke bërë ti? Si fiksu e ke bërë ti, ja, kupton? Unë sot du morfin, Jo, lale, deri jena- në fund jena të skuqore, episodit, unë jam për animacion. Jam i kuqëm kështu? O, none. Jam të Unë rezio. s'kam no, no. pys, unë jam gjithmonë. është shumë
mua më kanë pëlqyer gjithë filmat edhe gjithmonë ajo që më joshte dhe ta bëja me qef të madh ishte sepse shkonte komplet kundër kësaj agjendës globaliste që po ndodh për sa i përket edukimit të fëmijëve. Se vërtet. Dhe Kung Fu Panda për ish vërtetës ka mbajtur goxha fort ato themelet Po. me njeriut. Ka shumë kohë që është krijuar. Duhet jemi në të vërtetë. Dhe ajo e një kafshë që nuk ka lidhje me këto heroinj, por puna, ajo lufta, ajo dëshira, Grinda për ta arritur atë. një lups që ka qef të haj ato Biskotat. jo biskotat. Ato noodlesat, çfarë ato? Jo noodlesat, ato Gjatë e bardha. Ato pufkat e janë një lloj qoftë me oriz. Qoftë me oriz. Qoftë me oriz po. Edhe që vetëm vullneti e çon atje ku është, domethënë është fantastike. Kështu që nuk Ndryshim. Ai film ka vetëm mesazhe. Ka vetëm mesazhe, Film shumë është Panda, ne e bëm Kung Fu Pandën, është perl më vetë. Dgjoj, unë i bie të mesha abonim në studio, po ti bëshim gjithë filmat. Po pra se 500 dublime i ke bërë të filmat zërë ka për gjitha. Nuk ka vlla, prandaj thash, nuk ka asnjë. Kës ke dubluar? Jam i sigurt që nuk ka njeri në Shqipëri më shumë role se ty. Nuk e di. Unë kam pas qenë Nuk e vetë di. në këto studio kur dubloheshim dhe një gjë që po ta them. Unë kam qenë shumë i vogël atëherë, se Majin Bun e ka bërë Denar Xhellari. Po, Denar. Shumicën e episodeve. Unë kam qenë shumë i vogël atëherë, kam pas ardhur, më kam pas thënë fu të bëje për qef. Po. Nuk e di, më duket nga 2 episode janë pas majt, as se di fare. Kam pas zërin e vini që vini para meje. S'më mban mendesh e sigurt se unë kam qenë maksimumi 12 vjeç mund të kem qenë atëherë i vogël. Dhe ka qenë fix skena që po flisnin për pjesën që sakrifikon vetveten. Dhe e mbaj mend atë. Ajo pjesë ka qenë? Ajo pjesë ka qenë. Ajo pjesë ka qenë. Se është Ajo një ka qenë shumë e bukur. Shumë e bukur, shumë e bukur. Ajo ka qenë, po kush është karakteri jot më i preferuar që e ke pikë në zemër? Që e ke dubluar. Unë e di që të gjithë thonin që janë gjithë. Edhe unë vetë kur kam dubluar të njëjtën gjë them. Po Jo, është një karakter që janë bërë me qef, janë bërë me një që e ke dëshirë. Vegeta. Po dhe Hotel Transilvanin. Po, me që ke bërë Drakulën kon Drakulën. Edhe më aty. Shaflet? Edhe madje aty ka marrë kokon, gocën. Se Ah, qenë e vogël ka bërë Denisovicin. Qa thua? S'ka shumë po, është zëri Denisovicit dhe zëri gocës. Zëri gocës ishte e vogël. Nuk bëja dhe. Unë nuk bëj bla bla bla. Po e pris. Atë duket se ka bërë Adam Sandler? Po. Zërin origjinale ka bërë. Zërin origjinale ka bërë ai. Kurse këtë Ujkun për shembull mbaj mend ka bërë Steve Buscemi, ka shumë bukur. Të Ujkun atë familjen e Ujkut. Atë faqe e madhe. Dhe ai është film shumë i bukur. Kur i thotë, ka një nga fëmijët e tu që të respekton, më për një sekond. Si janë vetëm atë gocë e vogël, të gjithë po sa të gjithë. Atë Gripson. Po. Po do të kthejmë dhe te i personazh tjetër që e kemi lënë. Sa arritëm te limiti i kohës dytë. Te Sidi. Jo, prit, se e kemi tashin pjesën e tretë Sidin, ka dalë. Me qetësi. Tashi, ta mbyllim pjesën e dytë si zotni, të lutem. Nëse ti mundesh dot në një moment vegjitës, që ti e ke qejf, për shkak ose në një gjë që mban mend ndaj fjalim. Ai gjë, sekuencë. Po të më jepni një tekst, po. Na zulimat. Do tekst ajo. Çfarë do lloj teksti? Do i tekst ajo, po Çfarë ku ta do lloj gjesh teksti? tekstin? Po ti ke Atë momentin e tranksit. Ja. Atë momentin e tranksit. Fix fare. Ka Ta tekst erë. aty? do e bëjmë zërin e Vexitës, apo Po. thonë se çfarë Që nga çfarë. është prit. Shikoj Po, këtë. prit, jo. Më duket ajo si për ushqim. Jo, po jo më. O djema. Hamo. S'ka rëndësi ma e themi një fjali ta tillë. Ja. Ja, se e gjeti, po le. Ose mund të themi atë, unë jam Vegeta, Po, princesa jam. të lutem. Këtë sekuencën do doja shumë. Prit. Take your time. Qetësi. Ja pra, ushtar të vdekjes, qasti shumë pritur nga ju erdhi. Tani do të marshojmë drejt fëmijës, drejt thonjve të ti. Në qastin që fëmija do të filloj të haj me duar të palara, idhuni në sulm. Goja e fëmijës do t'jetë mbretëria e parë që do të bjerë në duar tona. Dhe pastaj, fitore të tjera na presin. Oh, na je. Kjo ishte teksti një mikrobi. Sa teksti një mikrobi.
Ka sa po myllë këtë pjesë. Ka sa po na duhet. Nuk ka lale. Na sill një zorru i Nuk ka, sa na Ambulancë! Shife me pjesë të tretë lale dhe të funit, nuk mune më. Mbaj vetën, mbaj vetën! Tesoni. Tensioni!